IKD ka ndjekur me vëmendje zhvillimet lidhur me seancën konstitutive të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e thirrur nga Presidentja e Republikës së Kosovës zonja Vjosa Osmani me 15 prill 2025. Kjo seancë u pezullua pa u mbyllur me konstituimin e Kuvendit. Punimet vazhduan me 17 prill, por sërish nuk përfunduan me konstituim. Seanca pritet të vazhdojë sot në ora 12. Siç dihet tashmë, arsyeja kryesore për mos konstituimin e legjislaturës 9 është mosvotimi i raportit të Komisionit për verifikimin e mandatave dhe quorumit, me arsyetimin se kryeministri dhe ministrat në detyrë, ministrat realisht qeveritar nuk dhanë ndërheqje nga pozitat në qeverinë e Republikës së Kosovës një ditë para certifikimit të rezultateve nga ana e Komisionit Gjendror Zgjedhor dhe ata nuk i kanë dorëzuar ato ndërheqjet formale në Kuvendin e Kosovës ditën e konstituimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në lidhje me këtë, Instituti i Kosovës për Drejtësi në vazhdimsi ka theksuar paqartësitë rreth çështjes ndërheqjes anëtarëve të kabinetit qeveritar dhe që këto janë shkaktuar si rezultati mos rregullimit adekuat të ligjit për qeverinë e Republikës së Kosovës. Në këtë kontekst ekziston një mospërputhje dukshme nëpërmjet dispozitave të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, konkretisht në 66 të Kushtetutës, i cili përcakton se mandati i Kuvendit fillon nga dita e seancës konstitutive, ndërsa në 70 po kësaj Kushtetute thotë që paragrafi 2 përcakton se mandati i deputetit fillon në ditën e certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve. Kjo dispozitë në këtë kuptim respektivisht në 66 është një konflikt me në 70 paragrafi 2, ku të parën Kuvendit i llogaritet mandatin nga dita e seancës konstitutive, ndërsa në të dytën mandati i deputetit fillon në ditën e certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve. Në ku deputeti fiton mandatin nga dita e certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve është bartur mandej në ligjin për qeverinë, duke prodhuar më shumë paqartësi se sa zgjidhje praktike siç po vret në situatën aktuale. Një mënyrë e tillë e shkrimit ligjit pa një interpretim të qartë logjik në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës përforcon qëndrimin e IKD-s se legjislatura e 9 ka dështuar, teatralisht ka dështuar që të miratoj ligjet qarta të harmonizuara me Kushtetutën e Kosovës dhe me standardet ndërkombëtare. IKD ka theksuar vazhdimisht se në frymën e funksionimit të institucioneve, dispozitat kushtetuese dhe ligjore në këtë situatë duhet të interpretohen në atë mënyrë që anëtarët e qeverisë duhet të japin dorëheqje në momentin e betimit të tyre si deputet. Në këtë situatë deputetët të zgjedhur në zgjedhjet e 9 shkurtit realisht duhet që të reflektojnë mbi rëndësinë e votimit raportit të komisionit, domosdoshmërisht mandej rrjedhimisht në konstituimin e Kuvendit. Gjitha partitë politike duhet që të tejkalojnë dallimet dhe interpretimet juridike dhe të miratojnë këtë raport të këtij komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe quorumit në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Paralizimi dhe bllokimi i Kuvendit nuk mund të jenë një alternativë e tyre, por duhet që të gjendet një zgjidhje në mënyrë që të kemi sa më shpejt një Kuvend të konstituar. Nga momenti i dhënies së betimit në asnjë rrethon dhe në asnjë interpretim një person nuk mund të jetë edhe antar i kabinetit qeveritar edhe deputet, qoftë ky kryeministër apo ministër. Këtu nuk bëhet fjalë nëse bëhet dallim për një qeveri të rregullt apo qeverinë e detyrë. Kryeministri dhe ministrat duhet që në momentin e dhënies së betimit ose me njëherë pas tij të dorëzojnë dorëheqjet e tyre pranë kryesuesit të seancës konstitutive dhe administratës së Kuvendit. Në rast të mungesës dorëheqjes nga kryeministri dhe ministrat në detyrë, pas vetimit, këtu është fjala, deputetët kanë dy mekanizma në dispozicion. Së pari me ushtru të drejtën për me kërku vlerësim të kushtetueshmërisë për zgjedhjen e legjislaturës së 9, siç parashitet në nenin 113 paragrafi 5, në 113.3 në paragrafi 5 i Kushtetutës së Kosovës, dhe së dyti me ushtru kallëzim penal tek prokurori i shtetit për ushtrim të dy pozitave në të njëjtën kohë, asaj legislative dhe ekzekutive. Sa i përket letrës të dorëzuar nga kryeministri i detyrë zotni Albin Kurti, ajo nuk paraqet akt të dorëheqjes. Interpretimi i tij se qeveria e tij ka statusin
ekuivalent me qeverinë e detyrë, vlen për qeverinë si institucion dhe jo për të si kreu i saj. Përmbajtja e njoftimit të kryeministrit tregon synimin e tij që ai të vazhdojë ta udhëheqë qeverinë në detyrë edhe duke qenë deputet. Kryeministri duhet të japë dorëheqje në kuptimin klaksik të saj dhe jo ta interpretojë pozitën e tij si të tillë. Në bazë të ligjit numër 08/L-7 për qeverinë e Kosovës, kryeministri duhet të japë dorëheqje në momentin e mbetimit të tij si deputet. Nga ky moment, qeveria do të vazhdojë të funksionojë si qeverinë e detyrë, por se nuk mund të udhëhiqet nga zoti Kurti. Udhëheqja në këtë rast kalon tek zëvendës kryeministri i qeverisë në detyrë dhe postët ministrore udhëheqen nga zëvendës ministrat e tjerë. Përjashtimisht bëjnë rastet kur një ministër nuk është zgjedhur deputet, në këtë rast ai mund të vazhdojë ta ushtrojë detyrën. Letra e dorëheqjes duhet të jetë e qartë dhe mos me leju hapësira për interpretime siç po ndodh. E njëjta letër nuk duhet i drejtohet ish kryetarit të kuvendit zoti Klau Konjusa, kryetarit të mëparshëm. Aktualisht deri në zgjedhjen e kryetarit të ri të kuvendit, letra e dorëheqjes duhet më u drejtu tek kryesuesi i seancës konstitutive që sipas rregullores së kuvendit aktualisht është deputeti më i vjetër që në këtë rast është zoti Agnet Dehari. Faleminderit Naim, të nderuar përfaqësues të media o për ta lehtësuar procesin drejt konstituimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, IKD ka përgatitur një shkresë model të dorëheqjes që plotëson kriteret e nevojshme të dorëheqjes, e cila kërkohet për t'i hapur rrugën konstituimit të Kuvendit. Këtë letër ne zyrtarisht tani me pasi të përfundojmë këtë konferencë dhe pasi të përfundojmë ndonjë pyetje eventuale që mund ta keni ju, do ta dorëzojmë në Kuvendin e Republikës së Kosovës që secili antari i kabinetit qeveritar i qeverisë në detyrë që e ka fituar mandatin e deputetit, t'i ofrohet ajo letër që në mënyrë që ai për ta nënshkruar dhe për të ofruar dorëheqjen në momentin e duhur. Nëse ju atëherë faleminderit dhe jeni të ftuar edhe ju që pas 10-15 minuta të na përcjellni për ta dorëzuar këtë modelin e letrës në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Faleminderit edhe një herë.